Atëre, unë do të filloj me pjesën e rivlerësimit, sepse mendoj që për çdo qytetari që na ndjek është i interesuar për të bërë interseksion shit vlerë dhe ka pritur që tatimi nga 15%, sipas miratimit të kaloj ke 5%. Praktikisht ky lloj referenca të paktën për zonën e Tiranës, që është një nga lokacionet më të kërkuara të tregut të shitblerëve të pronave, u bën në 31 korrik të 2023 dhe flite që do bëjnë në shtator 2023 si rivlerësim që do hapi për të aplikuar qytetarët. Gjë që nuk ndodhi. Gjë që nuk ndodhi. Dhe këtë e themi që jashtë modestisë, që unë kam shprehur edhe në media, që pritet sepse duhet referencat e mbarë Shqipërisë. Tani në janar, tekstualisht ku jeme, gjithë lajmi në mediatike dhe lajmi i aplikimeve dhe informacioneve që kam marrë qytetar, pritet që të fillon të 1 janar. Por, momentalisht... Ku kemi ngecur është pyetja? Kemi ngecur sepse del një ligji, pastaj del fletore zyrtare, që është një afat ligjor që ku do fillojnë të aplikojnë qytetarët. Si pranë ASHK-ve vendore, të qajqeve të caktuara, si edhe nëpërmjet investimit që ato do të bëjnë një rivlerësim prone të shtuar të vlerës së tregut që ka referenca me metër katror. Momentalisht, akoma nuk është i hapur, që për shumë ditën e hënë, ditën e nesër, të nisë me që se nisin të gjitha... Sepse pa dalën fletore zyrtare, është në proces, besoj se do dali, po për mendimin tim profesional, mendoj që 15 shkurti, fundi shkurtit do ishte aplikimi për rivlerësimin. Që qytetarët me sa më dëgjojnë, në base, janë të interesuar, për muajin janar nuk e besoj të riaplikojnë për rivlerësimin me 5% nga 50%.